Familja Xhepi nga fshati Plesh i bashkisë Klos ankohet për kolektorin e shpërndarjes së ujit të pishëm, i cili ndodhet vetëm pak metra larg banesës së kësaj familje. Kryefamiljari Mand Xhepi shprehet se rrjedhja e ujit në këtë puset po i rrezikon banesën pasi rrjeti nuk funksionon siç duhet. Kryefamiljari Xhepi tha se prej 2 vitesh puseta është në këtë gjendje dhe nuk është marrë asnjë mas. Mand Xhepi kërkon nga shoqëria ujësillës kanalizimeve të ndërhyjë sa më shpejt të jetë e mundur, jo vetëm për faktin se rrjedhja e ujit i rrezikon banesën, por edhe se po shkon dëm uji i pishëm për qytetarët për shkak të amortizimit të rrjetit. Një tjetër kërkesë e kësaj familje është edhe zhvendosja e pusetës shpërndarëse të rrjetit të ujit të pishëm dhe ndërtimi nga fillimi i rrjetit shpërndarës. Po, ku kom bë këtë shtëpi tu, unë e kom bë si mos më prish më, të si, erdhëm bon pusetën tu, ujnat e pusetës, se janë bu gabim krejt. Ajo mushet me ujë, që rrjedhin krejt, edhe më kanë shem venin. Kom morë padromën me lek, e kom morë të më pastru venin aty, që u shem e ra, anë i poshtë. Kanë ardhë në ato të drejtorisë ujësit, e kanë pa, kjo tha nuk duhet të rrej këtu, tha kjo dhe të hisë se s'banë. Përsi, kretarja në thot ne nuk kanë dërë tonë, e ka që të kush në dërë, nuk di këtë, 2 vjetë ka që kam këtë gjenje, e ka ba që shku ka ardhë shirësi. Qa bëtë si? Aja mushet më ujë, vinë 4 ardhë gjithë, putën në ta, njëni e hapë ujtin kretë, qëtëre e mëllë, që i mas, se du në ujë sa ma shumë, tërni ajo edhe helmo njerëzit, se komplet putet ujtë në tubat e hikë, poshtë. Dhe helmon njërë, që regullohen tuba që mos rrjedhen, të shke ujt njerëzve, jo të hike ujt këtu. Kjo ujt pishëm 2 orë ujt kina, na nuk kina ujt, 2 orë ujt. Edhe ato 2 orë nuk e morin gjithë ujtin, se ujt i rrjedh këtu. Hik, knej, bi prët. Njerëzit nuk i mjato ujti. Nuk ka vetëm kjo puset, janë në 2-3 puseta tjera si janë skandal, e nuk dhe kur dërën ta. Ndërkohë përgjegjës së ujësillës kanalizimeve të bashkisë Klos të pyetur nga ana jonë thanë se janë në dieni të problemit, ndërsa thanë se do të bëhen ndërhyrje për eliminimin e rrjedhjes së ujit në fshatin Plesh. Sa i përket zhvendosjes së pusetës, kjo kërkon një financim më të madh që nuk është në kompetencat e tyre dhe mund të bëhet vetëm nga shoqëria rajonale e ujësillës kanalizimeve.